9 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafikut që ka ndodhur sot rreth orës 13:30 në fshatin Korenic të Gjakovës. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, ndërsa pas përplasjes të gjithë personat të lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor në emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm Isa Greza në Gjakovë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet e policisë, urgjencës dhe zjarrfiksëve, të cilët kanë intervenuar për t'u dalë në ndihmë personave të përfshirë në aksident. Për gjendjen shëndetësore të lënduarve ka folur për televizionin Syri, mjeku në emergjencën e Spitalit Isa Greza, doktor Skender Fetahi. Rreth orës 14 në shërbimin e emergjencë sillen 9 të lënduar nga një aksident trafik, komunikacion. Të gjitha rastet janë ekzaminuar, janë kryer ekzaminimet e nevojshme radiologjike dhe laboratorike, si dhe konsultimet e nevojshme që kemi pas nevojë. 5 për tyre janë pranuar, 3 i kemi pranuar për observim, ndërsa 2 raste kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike, ortopedike. Ndërkohë, Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke trajtuar rastin për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.